Kemi dalë të gjithë duke kontaktuar me biznesmenët, me rinin, me pensionistët, me papunët në qytetin e Shkodrës, me fermerët, gjitha shtresat e shoqërisë shkodrane, për të biseduar me ta dhe për t'ju bërë thirrje. Pika në palës ka shkuar në këtë vend dhe situata është e padurueshme, e patolerueshme. Ditën e shtunë, thirrje të gjithëve në Tiranë, në bulevardin Dëshmorët e Kombit, për të dhënë një mesazh se data 17 do të jetë ndryshe dhe nuk do të jetë një datë e rëndom, por do të jetë datë që do hyjë në histori, atë ditë që do të me datë 16 populli do bëj historinë. Me 17 Edi Rama nuk mund të jetë më kryeministër i këtij vendi. Kjo është motoja e këtij turi që po bëjmë ne nëpër Shkodër. Kjo është motoja që po bën edhe kryetari i partisë dhe gjithë kolegët tanë në të gjithë Shqipërinë. Data 16 është data e historisë, data 17 është faqe tjetër në histori. Si do ta realizoni këtë? Ka vetëm një rrugë. Populli ka folur dhe po flet. Ne presim në datë 16 që populli të flasë qartë për ata që kanë vesh. Kush nuk ka vesh, pastaj do të ketë hapa të tjerë. Ka masa trejta nga policia. Keni një apel? Policia duhet marrë masa trejta ndaj bandave dhe ndaj krimit dhe ndaj qytetarëve. Kjo polici paguhet me taksat e këtyre qytetarëve, taksat shqiptarëve. Prandaj misioni i saj është lufta kundër krimit dhe kundër korrupsionit dhe jo kundër qytetarëve. Ta harrojnë se ka shtet që mund të shkel me këmbë popullin e vet. Ta harrojnë se ka polici që mund t'i vejë kufirin qytetarëve dhe popullit. Policia t'i vejë kufirin bandave dhe banditëve në pushtet. Zoti Noka, ministri Brendshëm Vajshaj deklaroi në një studio që gazi do të cilës i përdorën në protesta është i blerë në kohën e kryeministrit Berisha. Duke qenë se keni mbajtur postin e ministrit Brendshëm, qëndron kjo deklaratë e zotit Vajshaj? Zoti Vajshaj duhet kuptoj një gjë. Aty është ministër dhe nuk është semen i një kryeministri. Ai duhet të flasë me mendjen e tij dhe jo t'ia marrë pasurën e trurit kryeministrit. Zonja Arta Marku ishte sot në Shkodër nga ku foli që politika po e sulmon në vazhdimsi prokurorin, çka indirekt deri diku ishte edhe një përgjigje ndaj akuzave që opozita ka bërë gjatë kësaj periudhe. Keni një koment për këtë? Zonja prokurore politike e partisë PPP nuk është legjitime aty. Nuk është legjitime sepse nuk është zgjedhur me vota, është zgjedhur me një minimum historik 95% votave. Prandaj ajo është prokurore e partisë dhe nuk është prokurore përgjithshme. Ajo është një vegël dhe instrument në duart e Edi Ramës, një kamzhik për të goditur ata që ai mendon si kundërshtar, ndërkohë që ajo duhet bënte punën aty, duhet jetoj dosjen 339, ku mbas cilës fshihet Edi Rama dhe gjithë banda në pushtet, që është e kapur flagrant, duke blerë, duke shantazhuar, duke korruptuar me bandit dhe me para droge. Prandaj dosja 339, si dhe dosja Sanit Ahidi dhe të tjera, tregojnë që këtu nuk ka legitimitet në pushtet, ndaj duhet rrëzuar, tregojnë që Edi Rama nuk është thjesht kryeministër, por është kryeprokuror, është kryegjykatës dhe kjo është një arsye plus pse ai duhet rrëzuar dhe duhet shëmbur me çdo kusht regjimi i sektit regjimit. Edhe diçka të fundit, keni një koment për atë çfarë po ndodh në kuvend të tjerë deputet morën mandatin, madje një prej emrave që ishte në listën e Partisë Demokratike sulmoi zotin Bashashu, siç është pikërisht ai që edhe në ditë të fundit në studio televizive zotin Maliqi ka deklaruar në vazhdimsi që kjo nuk është opozita që duhet. Opozita janë institucionet e opozitës. Opozita është bërë njësh me qytetarët. Edi Rama ka blerë votat dhe siç ka blerë votat, po blerën dhe deputet. Ata janë numra, sepse votën e qytetarëve e përfaqëson opozita, e cila është një qytetar dhe ka braktisur atë institucion i cili për fatin e keq nuk është institucion që përfaqëson qytetarinë shqiptare, por është institucion që përfaqëson bandat dhe krimin organizuar. Kjo ka qenë një nga arsyet kryesore pse ne nuk mund të pranojmë të rrimë aty me përfaqësuesit e bandave, me përfaqësuesit e korrupsionit, me përfaqësuesit e krimit. Ne, si opozit, jemi përfaqësues të qytetarëve, jemi përfaqësues të vullnetit të tyre. Dhe këto dy vullnete nuk mund të rrinë bashkë. Kurrë, vullneti i krimit me vullnetin e bandave. Kjo është arsyeja pse ne jemi sot këtu. Kjo është arsyeja pse ne sot i bëjmë thirrje shqiptarëve
të përmbysin të regjim, i cili po mundohet të blejë gjithçka. Dhe këto deri nuk janë me para të pastra, janë me para të drogës, edhe e numrave, sepse ata nuk janë të vërtetë. Zonja Hajdari ka folur vetë për vetën e vet si çdo kush tjetër. Dhe sot çdo kush flet në gjestën e veprimit. Të rreshtoheshin krahët e Tiranës, do të thotë që jeni në anën e gabuar të historisë. Të rreshtoheshin krahët e Tiranës, do të thotë që po të ishte Azem Hajdari vetë, jeni i sigurt që nuk do rreshtoj kurrë në krahun e tyre. Po thoni tradhoi babai?